E rahën e torturuan dhe në fund të hedogjën brenda në makinë, zbardhet vrasja e djalit të zëvendës kryebashkiakut. Policia austriake ka publikuar detaje mbi vrasjen brutale të një studenti 21 vjeç Ukrainas, djalit të nën kryetarit bashkisë Kharkiv javën e kaluar në Vjenë. Studenti i ri u gjeti karbonizuar brenda makinës luksoze të babait të tij. Vrasja u zbulua kur një alarmzjar u aktivizua në një kompleks banimi në Vjenë në mbrëmjen e 26 nëntorit. Një Mercedes u doq plotësisht, ndërsa në sediljen e pasme ishte trupi 21 vjeçarit Danilo. Gjatë hetimit u zbulua se i riu fillimisht ishte rrahur nga një shok shkolle në parkingun në Toksor. Pastaj ishte futur në Mercedesin e zi të babait të tij dhe ishte torturuar. Disa orë më vonë ai është djegur i gjallë. Një ditë më parë, familja e tij, duke mos qenë në gjendje ta kontaktonte, lëshoi një kërkesë për kërkimin e të riut, por kur gjetën llogarinë e tij të kriptomonedhave bosh, ata kontaktuan policinë. Sipas informacioneve nga gazeta austriake, Krone, 21 vjeçari, jetonte në një apartament luksoz. Ndërkohë, në qytetin lindor Ukrainas të Kharkivit, njerëzit po mbajnë zi për djalin e zëvendës kryetarit të bashkisë. Megjithatë, kryetari i bashkisë, Igor Terekhov, nuk pranoi të komentonte mbi platformën Susplin, duke vënë në dukje se humbja ishte një çështje që i përkiste familjes së zëvendës kryetarit të tij. Kjo është një tragjedi njerëzore, tha ai. Dy të dyshuar, gjithashtu Ukrainas të moshës 19 dhe 45 vjeç, u arrestuan në lidhje me vrasjen brutale në Ukrainë. Pasi ishin kthyer atje me sasi të mëdha kartmonedhash, dyshohet se ata i konvertuan shpejt fondet kripto në kartmonedha.